Nuk është vetëm këtë vit, po zakonisht në periudhën e dimrit kërkesa për energji elektrike rritet në Kosovë, për faktin që një numër i madh i shtëpive përdorin energjinë elektrike për ngrohje gjatë dimrit, edhe në këtë vit, në 16 vite tjera, pra gjatë kësaj periudhe është rrit kërkesa, ndërsa kapacitetet vetanake të Kosovës nuk janë në nivelin që mund me ofru atë sa kërkohet energji elektrike, dhe ka pas momente kur diku 40% e kërkesës është importu prej jashtë. Pra në këtë situatë, kur kemi një çekuilibër në mes të kërkesës dhe ofertës për energji elektrike, për me mbyll këtë deficit, është dashur me importu prej jashtë, edhe me qenë se ka shumë faktorë të ndryshëm të cilët kanë ndiku në rritjen e energjisë elektrike jashtë, ka bëu që importi i energjisë të jetë me një çmim shumë më të madh se sa në të kalumen, dhe për këtë arsye ka ardhur edhe kërkesa për rritje çmimit të energjisë elektrike. Po duhet me pa edhe në kontekst domethënë nivelin e problemit, në këtë rast duhet me pa në kontekst po ashtu të pandemisë, e cila është një prej shkaktarëve të çrregullimeve që kanë ndodhur po ashtu me energji, po ashtu kemi pas edhe rritje të madhe të çmimeve të përgjithshme. Edhe tash, edhe rritja e çmimit të energjisë elektrike është një breng më e madhe për qytetarin, paçka se Kosova nuk ka kapacitet dhe kjo është e kuptueshme për shumicën e njerëzve, megjithatë brenga është që në fund të ditës janë qytetarët të cilët duhet me pagu më shumë. Na mundojmë me u kthye edhe në të kalumen në mënyrën se si kanë rrjedhur gjanat në sektorin e energjisë, probleme që i ka pas Keku, prishjet e vazhdueshme, investimet të cilat nuk kanë rezultuar produktive në përmirësim gjendjes, mos ngritja e kapaciteteve qoftë të linjës të cilën ne e përdorim, qoftë kapaciteteve alternative. Andaj dim gjithë në mënyrën si ka shku privatizimi i Kecit, i distribucionit të kompanisë që bën distribuimin e energjisë elektrike, ku para se të privatizohet për një periudhë disa vjeçare, diku në 12 vjet, aty janë investuar 180 milionë euro, ndërsa Keci privatizohet për 26.3 milionë euro. Nëse i lëmë gjitha tjera anash, po marrim vetëm vlerën për cilën është privatizuar dhe krahasojmë investimet që kanë bërë aty, nuk duhet me qenë ekonomist, nuk duhet me ditë as matematik, duhet me pas një kalkulator dhe me kalkulu sa para ke fut në atë ndërmarrje dhe sa po i nxjerr prej saj. Paçka se këtu ka implikime edhe shumë tjera të nis prej sigurisë e ndikimit që energjia ka në sektor tjerë të ekonomisë. Po domethënë jemi me një situatë ku ka ndodhur një kombinim i faktorëve dhe aktualisht zëreja ka marrë mendim që me u rrit tarifat, edhe pak më herët kishte lajmi që prej datës 9 shkurt do të rriten ato. Qeveria ndërkohë ka bërë një subvencionim për 100 milionë eurove, dhe në këtë situatë kemi një njoftim shumë shkurt për zërejes që deri në 800 kW në muaj nuk do të ketë rritje të energjisë elektrike. Nëse kalohet mbi këtë vlerë për 800 kW në muaj, atëherë ka me pas rritje, planifikohet më vendosë blok tarifat, planifikohet pashtu me pas tarifat cilat janë më të shtrejta gjatë ditës dhe më të lira gjatë natës. Ka pas pashtu edhe shumë spekulime se sa do të jetë rritja, po ka pas edhe shumë pasardhësi dhe mënyra se si është diskutuar në përgjithësi kjo çështje e rritjes së energjisë elektrike ka pas shumë të meta të cilat ndoshta mund me diskutuar më shumë gjatë bisedës. Unë me qëllim e përmenda që mënyra se si është diskutuar nuk ka qenë mënyra më adekuate. Për shembull, në publik është prezantuar mesatarja e shpenzimeve për ekonomitë familjare, dhe mesatarja nuk është indikatori më i mirë në këtë rast. Një indikator që mendoj që është më i mirë se mesatarja është mediana, do të thonë është vlera në mes, nëse vendosim prej shpenzimit më të ulët deri te shpenzimi më i lartë, ajo vlera në mes na tregon se sa shpenzojnë 50%
më i ulët dhe 50% si për ti. Dhe në këtë mënyrë kishim e ditë pak më shumë se si shpenzohet në Kosovë, për shkak se kemi një numër shumë të madh të shtëpive të banesave në Kosovë të cilat janë të pabanueshme. Dhe nëse marrim mesatarën, ato kanë orë të energjisë elektrike, por nëse marrim mesatarën, ato nuk shpenzojnë ose shpenzojnë fare pak, se nuk banon dikush në tokë. Në këtë mënyrë mesatarja është shumë lehtë ndikueshme për këtyre vlerave në ekstrem. Domethënë, debati është shtruar në shumë raste gabim dhe mandej edhe ideja për efektet potenciale nuk është shumë e qartë nëse nisemi prej debatit se si ka me ndodhë rritja, për çka ndodh rritja kështu me radhë. Po ashtu është thonë që rritja do të jetë për ekonomitë familjare, jo për bizneset, me idenë që nëse kështu është thonë që nëse nuk ju rritet çmimi i energjisë elektrike bizneseve, andaj kjo në një mënyrë i mbron qytetarët për shkak se ajo rritje nuk reflektohet në çmime. Thashë edhe më herët që rritja e përgjithshme e çmimeve është një dukuri me të cilën po përballen shumë vende në botë, përfshi edhe Kosovën. Edhe për këtë arsye nuk ka pas një qartësi shumë të madhe se si, domethënë kjo nuk ka me ndiku te çmimet, edhe pse teorikisht do duhej me funksionu ashtu, po në Kosovë 80% e bizneseve janë biznese individuale. Me që rast ndarja e shpenzimeve e kostos biznesit dhe kostove që i kanë në familje, këto të pronarë që në shumë raste janë biznese familjar, nuk është ndarje shumë e madhe sikur të bizneset që janë më të mëdha, korporatat që janë biznese me përgjegjësi të kufizuar, kështu me radhë. Këto biznese individuale. Dhe në momentin kur edhe nëse biznesit nuk i rritet energjia elektrike, nëse kostoja shpenzimet e jetesës të këtyre familjeve që kanë biznese rriten, unë kam frikë se një prej efekteve ka më qenë po ashtu vazhdim i rritjes së çmimeve, për shkak se ata i bartin këto shpenzime edhe të çmimeve të cilat i kanë të produktet në biznes. Domethënë kjo është një farë thike me dy ideja, një diskutim që nuk është shumë i sigurt, veç mos rritja e çmimit të energjisë elektrike për bizneset nuk garanton që nuk ka në pas rritje të çmimeve në ekonomi. Po natyrisht to shohim në ditët dhe javët në vazhdim. Problemi është që me rritjet e çmimit të energjisë elektrike, me rritjet përgjithshme të çmimeve që kemi pas deri tash, me spekulime për llogarit e çmimit të derivateve që ka ndodhur në disa vende, domethënë po shihet që kostoja e jetesës, fuqia blerëse e konsumatorëve në Kosovë ka rënë, dhe në këtë rast duhet me pas edhe politika përcjellëse të cilat shkojnë vis-a-vis këtyre ndryshimeve, këtyre rritjes së çmimeve që po ndodhin në Kosovë. Unë kam bërë disa propozime të cilat mendoj që do duhemi i marrë parasysh. Këto propozime nuk janë zgjidhja definitive dhe zgjidhje për cilësinë problem të ekonomisë së Kosovës, po janë disa masa të cilat, disa politika të cilat qeveria në Kosovë është shumë më e marrë, të cilat mendoj që kishin shumë më ndiku në këtë fuqinë blerëse të qytetarëve në Kosovë. Një prej tyre është një reformë fiskale, një reformë në skemat tatimore të Kosovës. Kosova në të ardhurnat personale ka tatim progresiv, po progresiviteti i kësaj skemes nuk është as i mjaftueshëm, e fuqia rishpërndarëse shumë e vogël. Kom propozuar që mundet Kosova me implementu një skemë tjetër tatimore, ku një numër shumë i madh të qytetarëve kishin me pas më shumë jetë prej pagave dhe prej ardhurnave personale, dhe një numër shumë i vogël të qytetarëve kishin me pagu më shumë tatim, me që rast kishin me kompenzu ajo zvoglim prej këtyre qytetarëve të tjerë. Një propozim tjetër që kam bërë që duhet një reformë po ashtu në tatimin mbi të ardhurat e korporatave. Nëse bëjmë reformë në tatimin mbi të ardhurat personale, nuk është e ndershme mos u bë tatim edhe në të ardhurat e korporatave. Kam propozuar që aty duhet me pas rritje, e po ashtu duhet me pas edhe një tatim mbi dividend. Kjo është shumë e rëndësishme për shkak se në Kosovë është heq tatimi për dividend me arsyetimin se kështu tërheqin investimet të huaja direkte. Nëse shohim për një numër shumë të madh të viteve,
Kosova ka pas ma pak investimet huaja direkte për vit në periudhën e pas pavarësisë, sot në disa vite para pavarësisë. Dhe nëse shohim përbërjen e investimeve të huaja direkte, një pjesë e madhe janë parat të cilat vijnë prej mërgjimtarëve tonë, të cilët blejnë shtëpi, troje e patundshmëri të ndryshme. Nuk janë investime që mund me quajtë produktive për krimin e vendeve të punës e kështu me radhë. Pra, po du me thonë që efekti i supozum i heqjes së tatimit mbi dividendën nuk i ka sjell rezultate të cilat janë premtuar, dhe Kosova është një prej vendeve të rralla në Evropë që nuk ka tatim mbi dividendë. Edhe në mas të madhe këtu po një farë mënyre amnestohen ata të cilët kanë të ardhurna shumë të larta. Nëse keni një dyqan shumë të vogël, në Kosovë pagun tatim, nëse keni punë, pagun tatim për të ardhurmat tua, po nëse je aksionar dhe merr dividend, nuk pagun as një cent tatim, dhe kjo prek sektor të cilët janë të rregulluar, po prek po ashtu një numër shumë të vogël të njerëzve të cilët arrin të ardhurma shumë të mëdha, e që në shumë raste këto të ardhurma si dividend shkojnë jashtë Kosovës. Po ashtu, mendoj që kemi një nevojë s'poku afat shkurt që të kemi disa çmime tavan, diçka tillë ka bërë Maqedonia, domethënë vendosjen e çmimeve ku mbi të cilin nuk mundet me pas çmim, disa kufive mbi të cilët nuk mundet me pas çmim për produktet të cilat janë në shportën bazë të konsumatorit. Mendoj që kjo kish me ndihmu. Dhe po ashtu një reformë shumë e domosdoshme që po ashtu nuk ka ndodhur në Kosovë, që mbi një dekadë është rritja pagës minimale. Në Kosovë paga minimale është më e ulta në rajon dhe përkatësisht në Evropë, edhe këtu do të pas ndërhyrje dhe rritje. Mendoj që këto politika kishin me ndihmu që përderisa nuk kish me u zvoglu buxheti publik dhe qeveria kish mujt me vazhdu me projekte të cilat i ka planifikuar, në njëjtën kohë kish leju me pas të ardhurma më shumë për shumicën e qytetarëve. E para duhet mi kuptu se Kosova është vend shumë i vogël edhe sa i përket popullsisë, sa i përket territorit dhe sa i përket ekonomisë, dhe nuk mundemi me pas iluzione që kemi me pas një vetë qëndrueshmëri aq të madhe, të pas parasysh edhe nivelin e zhvillimit historik, po edhe nëse kishim me një zhvillim më të madh për shkak të kufizimeve objektive që i kemi, ideja vetë qëndrueshmërisë nuk është diçka që mund të me bëjë vende shumë të mëdha se Kosova, po ka hapësinë për shumë ndryshime. Këto që përmend është shumë e rëndësishme për shkak se ne kemi të lidhur buxhetin në farë mënyrë në momentin kur rritet buxheti i Kosovës, gjasa shumë të mëdha që rritet edhe deficiti tregtar. Kjo ndodh për shkak se një pjesë e madhe e buxhetit vjen prej të ardhurmave të cilat i mbledhim në dogan, dhe në këtë mënyrë ne po ashtu kemi ndikim në ekonomi, ndikim negativ për shkak se me rritjen e deficitit tregtar nuk kupton që jemi tu importu shumë më shumë se që jemi tu eksportu. Në këtë mënyrë nuk krijon mundësi për vendet e reja të punës, për një farë përparimi më të madh, një farë zhvillim më të madh të brendshëm, po çka se në këtë mënyrë rritet edhe buxheti publik. E mira kish me qenë se mundet me u rrit baza e mbjelljes e vjedhjes së tatimeve brenda Kosovës, domethënë kjo formalizimi që në një farë mënyrë ka nisë qysh prej qeverisë Kurtini, po aktualisht mënyra si është destrukturuar ekonomia është shumë problematike në këtë aspekt. Detyra e fondit sovran, drejt me thonë, nuk është që ndikon në këtë mënyrë sa i përket importit në Kosovë, po ajo që mundet me ndiku fondi sovran është në buxhetin publik po ashtu. Ndikimi i parë që do ta ketë fondi sovran në buxhetin publik, përveç kapitalit fillestar të cili është i nevojshëm për themelimin e fondit, fondi e largon barrën financiare prej buxhetit, prej qeverisë, që ka ardhur, domethënë tek qeveria prej ndërmarrjeve publike.
një numër shumë i madh i ndërmarrjeve publike, pothuajse të gjitha, kanë pas probleme në vazhdimsi me mbulimin e shpenzimeve të tyre. Ka pas ndërmarrje që kanë qenë shumë të suksesshme dhe për shkak të mënyrës se si janë trajtuar, kanë ardhur buzë një situatë që është shumë e keqe financiarisht, siç është Telekomi, po ndër vite përgjithsisht ndërmarrjet publike kanë kriju barë buxhetore për qeverinë e Kosovës. Fondi sovran e largon këtë barë, meqense merr përgjegjësi që në farë mënyrë Fondi sovran operon si një lloj korporate, ai e mbron interesin publik, ai nuk privatizon ndërmarrjet publike, ai mbron interesin, është fond me qëllim të investimit, fond investim, fond i cili ka për qëllim rritjen e vlerës së aseteve aktuale, dhe në këtë mënyrë, domethënë ndikimi automatik në buxhet është se qeveria më nuk ka barë që këtyre ndërmarrjeve me mbulu shpenzimet të cilat shumë shpesh vijnë edhe prej keq menaxhimit që ato kanë bërë. Në anën tjetër, prej fondit, qeveria mundet me pas në të ardhmen mandej me rritjen e vlerës së këtyre ndërmarrjeve publike, natyrisht që Republika e Kosovës është do të mbetet pronare këtyre aseteve. Buxheti përfiton natyrisht prej dividendes që mundet me marrë prej fondit sovran. Në këtë mënyrë domethënë krijohen linja të reja ku ndërmarrjet publike fillimisht largohen prej barës që ekzistojnë aktualisht dhe fillojnë me qenë rentabile dhe fillojnë me qenë produktive dhe me kthy me dhonë në buxhetin e Republikës. Nuk po du me ju hinë hak gjitha ndërmarrjeve, për shkak se qysh e përmenda ka pas ndërmarrje si Telekomi që në vazhdimsi është marrë prej tij dhe është pru me një situatë shumë të keqe financiare, po shumë prej tyre kanë pas probleme të cilat fondi sovran synon me rregullu duke e bërë një riorganizim të tyre, një bartje të tyre në fond, largim të tyre prej mënyrës se si janë menaxhu prej qeverive të kaluara. Dhe në këtë mënyrë fondi operon në përmbushjen e strategjisë së përgjithshme të qeverisë, mirë po ka pavarësi në detyrat operacionale në mënyrën se si menaxhohen asetet, si menaxhohet vlera, në vendimet për investime që duhet me u bë aty, investime që duhet me u bë në tregjet ndërkombëtare financiare, në të ardhmen kemi para pa edhe emetimin e letrave me vlerë prej fondit i cili kish me ndihmu me kriju kapital të brendshëm në tregun e Kosovës. Në këtë mënyrë ka shumë hapësinë që me pas ndikime për të mirë karshi buxhetit në të ardhmen. Po natyrisht prej propozimit që kemi dhënë deri te realizimi i fundit, janë edhe shumë hapa të cilët do të më ndërmarr, po me atë sa kam kuptuar, qeveria është e trajtuar dhe është me prioritet të marrë propozimin dhe besoj që shpejt kemi pas të lajme për hapa të cilët do të merren tash në tutje për themelimin e fondit.